Kultura dhe tradita e shteteve europiane u prezantua në Lezhë përmes një aktiviteti të organizuar pas ditën e së premtes në kuadër të ditës së gjuhëve të huaja. Pjesë e këtij eventi ishin nxënës të shkollave të qytetit dhe fshatrave, të cilët interpretuan dhe performuan në gjuhë të ndryshme europiane. Njohja me gjuhët e huaja shihet si domosdoshmëri, pasi edhe Shqipëria pret të hyjë në Bashkimin Evropian, thonë organizatorët. 26 shtatori festohet në të gjithë Shqipërinë si dita ndërkombëtare e gjuhëve të huaja. Aktivitetet kanë startuar që sot në gjitha shkollat edhe të rrethitohen për të gjithë Shqipërisë, që janë shoqëruar me panajire ushqimore të vendeve të ndryshme, me koncert, me këngë të ndryshme, me recitime në gjuhë të huaj. Dhe sot mazite ne kemi të aktivitete zhvilluar me fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve. Diversiteti kulturor sot është shumë i rëndësishëm, njohja me gjuhët e huaja sot është shumë e rëndësishme, pasi edhe ne presim të hyjmë Bashkimin Evropian dhe sa më shumë gjuhë që të flasin fëmijët, aq më të suksesshëm do jenë dhe aq më rrugët e hapura do të kenë në mbar botës kudo që të shkojnë. Aktiviteti në lulishtën kryesore të qytetit zgjati rreth 60 minuta, duke tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve, ndërsa gjatë paradites të së premtes në kuadër të ditës europiane të gjuhëve të huaja janë organizuar veprimtari të ndryshme në pjesën më të madhe të shkollave në Bashkinë Lezhë.